Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka reaguar pas akuzave të ngritura në opinionin publik lidhur me pjesëmarrjen e saj në takime me përfaqësues serb të mbajtura në Zvicër. Sipas Kusari Lilës, këto takime zhvillohen që nga viti 2010 me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Zvicrës dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të spektrit të gjerë politik nga Kosova dhe Serbia, si nga pozita ashtu edhe nga opozita. Në to, sipas saj, kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues të vendeve të Kujndit dhe të MPJ-s së Zvicrës. Ajo ka theksuar se takimet nuk janë të fshehta, nuk janë negociuese dhe nuk prodhojnë vendime. Përkundrazi, Kusari ka nënvizuar se për transparencë së plot, listat e pjesëmarrësve, agjendat dhe përfundimet e takimeve janë publike dhe publikohen në faqen zyrtare të organizatës. Duke ju referuar pjesëmarrjes së saj dhe të deputetes tjetër të Vetëvendosjes, Fitore Pacolli, Kusari ka siguruar qytetarët se në çdo diskutim janë përfaqësuar dhe mbrojtur qëndrimet zyrtare dhe publike të qeverisë së Kosovës. Ajo ka mohuar kategorikisht aludimet për vendime apo marrëveshje të fshehta, duke i cilësuar ato si pjesë e një agjende të qëllimshme për dezinformim. Qytetarë të nderuar, ju siguroj se në diskutimet ku kemi marrë pjesë unë dhe kolegja ime Fitore Pacolli, kemi përfaqësuar dhe mbrojtur qëndrimet zyrtare dhe publike të qeverisë së Republikës së Kosovës. Aludimet dhe pretendimet se në këto takime janë marrë vendime në fshehtësi apo se janë arritur marrëveshje jashtë syve të publikut janë të pavërteta, duke qenë se këto pretendime paraqiten me një agjendë të qëllimshme njollosëse, e cila vazhdon edhe në këtë vit të ri, ato përbëjnë dezinformim. Për më tepër, tendenca për të veçuar përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje nga të gjitha pjesëmarrësit e tjerë dëshmon qartë se qëllimi i raportimeve është ndërtimi i një narracioni të rrem, i cili tash e disa vite synohet i servohet publikut. Ju falenderoj për besimin e madh që i keni dhënë koalicionit të Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e fundit, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme gjatë këtyre 5 viteve, po ashtu ju përgëzoj për vigjilencën dhe qartësinë në gjykim, pavarësisht fushatave të egra dezinformuese dhe njollosëse. Ju uroj një fillim viti të mbar, shkruan Kusari Lila.